Kjo është një video për të gjithë burrat e Shqipërisë. Ndiqeni kryeministrin e vendit në Dibër. Kjo jetë këtu në këtë vend ka mësu, gjysma burrave janë normal në këtë vend, gjysma janë çyryk. Pra, në vitin 2025, kryeministri i Republikës së Shqipërisë thot që gjysma e burrave të Shqipërisë që kanë çyryk dhe ka mbledh gratë e administratës me detyrim dhe u thot që burrat tuaj janë çyryk dhe i detyron në një mënyrë ose në një tjetër të duar trokasin atë që ky u thot për burrat e vet. Ky që gjysmat e burrave të Shqipërisë i ka degdisur në emigrim dhe gratë e Shqipërisë i mbledh me detyrim për të sharë burrat e vet. E pas kanë si parti këta. Njerë na quajnë zdromsa, njerë na quajnë çyryk, ndaj këta duhen të shkuar sepse këta na shohin si statistika dhe na tajnë nga mëngjesi deri në darkë. Edhe një pyetje për zotin Rama. Ti te cila gjysmë bën pjesë pasha?